Sot në luftën e nusave, 3 nuse shqiptare, 3 dasma magjike. Cila nga nuse do jetë nusja fatlume, cila do fitoj udhtimin all inclusive në Antarktid mundsuar nga Moza Travel? Bereqetja ishte kokra debiles, kush drejshin vesh kapele në on dasëm, o katunare. Aman mi Lola, u bë Lola të flasi për flokt? Po shiko me ato flokët e tu kush vete ndasë me flok portokallinjër? Apo ke paruken e natës kalur në punë se ke qenë turni 3, ha? Bereqetja come un bereqetio. Super dasma, super orkestra. Gjetto Luca era fantastico. Sa e mirë është kjo Patricia? Unë se kuptoj në fakt, kjo më duket e ka bërë dasmën pak para kohë, mos është me barë. Se nga përmasat është do gja e bësh me nese. Ushimi ishte skandalos, dasëm e të mërshme, po kjo së merve shqip, kështu që Patricia, dje Ponti! Patricia e vdek me ka marrë burri vet për letra dhe e vdek me ka qenë mashkull para kësaj. Lola è una porca troia. Porca troia di puttana, di puttana. Aman, erdhi kjo italiane me fitu luftën e nuseve, po shko me hanoj burrata në Itali se burrin e paske si sorrat pata. Berecete è la mia preferita shoqe. Lola, me thënë drejtë mu duk pak e lodhur në dasmën e saj, mos ke qenë shumë e zënë me fluksin e burrave, përveç burrit tënd. Çam tami Ashtu më duket. O Bereqete, pa burrin tënd e kam klient për ditë shumë moj. Ka të ca lek pa mdan, ja, po shkrevati dasës ka për dal, ma e men. Per me è una disastera. 10 mascoli nel pista per Lola. E shoh pra, Patricia, ushqimi jot ishte skandaloz. Bereqete, ky mishin nam se dasma kësaj, për zotin. 3 copë tjera! Edhe 2 biftek. Ëmbëlsira ka? Nuk e di. Atmosfera nuk jam kënaq fare.